Gjë që më pëlqeu nga programi ishte paketa që ishte pro familjes. Pra, për fëmijët që do vinin në jetë, mbështetja që do t'i jepte qeveria me anë të programit. Kjo ishte shumë interesante, për herë parë dhe për tjetër demokratike kthehet tek pjesa vet, tek shtrati vet politik, tek pjesa konservatore, te besimi në Zot, tek familja. Ne po spatem një familje të shëndosht, të mbështetur edhe nga ana financiare, por në çdo element të saj nuk do të kemi një shtet, nuk do të kemi një shoqëri të civilizuar. Madje kur po vija këto, lexova një lajm që Koreja e Jugut jepte rreth $35,000 për një çift që vendosin të martonin, pra të ndërtojnë një jetë, dhe kjo ishte më të vërtetë diçka shumë interesante. Imagjinoje problematikën që ka Shqipëria sot, kur njerëzit hezitojnë edhe nëse kanë një lidhje, edhe nëse kanë dashuri me një çift që ka shumë vështirë që të marrin një hap që ta ndërtojnë jetën. Dhe po diskutim që politikat e opozicës ishin të fokusuara në këtë drejtim, do të perfeksionoshin edhe në të ardhmen për faktin që çdo çift që do të kishte edhe fëmijë, kishte një lloj vëmendje të jashtëzakonshme. Kjo ishte një luftë kundër shpopullimit, që një lloj forme. Politikat do të ndërtojnë pra një lloj agjende programore, jo thjesht demokragji. Rama e ka ndërtuar në mënyrë qëllimshme. Pra, jo ka nxirr jetën qytetarëve për t'i detyruar ato të largohen. Pra, ky ka bërë me vetdije. Dhe kjo është drama më e madhe. Imagjinoje që një politikan mendon që si t'i largojnë ato, sidomos bastionet e opozit. Dhe pastaj kërkon votën e diasporës. Pastaj kërkon dhe i mashtron, i oblen, tjetërson edhe votën e diasporës. Pra, kjo është një mendje e rrezikshme, mund të them, për vendin, për kombin në tërësi. Jemi përballë një junte, jemi përballë një realitetit të shtues kur e mendon, por gjithmonë nuk është faj tek qytetari që ne vendosim fajin tek qytetari, as kur e shet votën, pse është një situatë alarmante, mirimit, varfëriet, pra ky ka pas me një agjendë, opozita duhet merre gjitha masat. Nuk është justifikim sot që thot na i bleu dhe na i volli zgjedhjet. Dije ky realitet, opozita nuk do të hynte në zgjedhje pa një qeveri teknike. Opozita nuk do të hynte në zgjedhje me Ramën kryeministër, që dihet për pjesa e tij, se Shqipëria është aq e vogël sa kur i detyron me mirë familjet braktisin vendin, manat kontingjent që është i majt në të mirë dhe në keq, për fatin e keq ka një ADN komunistash që nuk ndryshojnë, sado që ti je me ofertë politike, sado që je me program. Kjo është pjesë e trashëgimisë komuniste, kjo është çështje e mentalitetit dhe e ke shumë vështirë kur edhe qeverisja përdor çdo lloj mekanizmit, ju dha 2 paga bonus pensionistave, kuptohet që është një moshë që ti nëse jep diçka përpara zgjedhjeve, plaku është si fëmia, pra në një farë mënyrë e ndryshon mendimin edhe në javën e fundit. Kështu që ky përdor gjitha këto mekanizme